Në ambientet e Këshillit të Bashkisë Malësi e Madhe, u dorëzua sot titulli qytetar nderi për zotin Tom Marvukaj. Ky vlerësim i rëndësishëm i është dhënë për punën dhe për kushtimin e tij si një qytetar bashkëkohor, si kontribues në artin dhe kulturën malësore e mëgjer, veçanërisht në fushën folklorike, duke lartësuar në çdo kohë vlerat dhe traditat e trevës son Malësisë së Madhe. Falënderit që e meriton se je një artist, një instrumentist, një tekst shkrues dhe një interpretues. Dhe radhë mund të jenë njerëz që kanë të tjerë. Por Zoti i më fal këto dhe te i ke përdorur për Malësinë e Madhe, për të treguar ato vlerat që ka Malësia e Madhe. Tom është një artist i mirë, një folklorist i rregullt, që na ka përfaqësuar në gjitha eventet kombëtare, festival Gjirakasës, në të gjitha banat ku Malësia e Madhe prezantu. Nuk besoj që kishte një vepër më të bukur, më të mirë se me vlerësu Tomin, sepse duke vlerësu Tomin, vlerësoi familjen më të vlerësuar të Malësisë së Madhe, si që është familja Marvukaj. Marvukaj një instrumentist, një artist shumë profesional në të gjitha trevat shqiptare, shqiptëforce. Këtaria e tij është e përditshme në familjen tona, në gjimet familjare dhe kudo. Në ceremoninë e zhvilluar në bashki, të pranishëm ishin përfaqësues të pushtetit vendor, njerëz të artit, kulturës dhe bashkëqytetar, të cilët vlerësuan kontributin e çmuar të Marvukajt në ruajtjen e identitetit kulturor të zonës.